Pas miratimit të ligjit numër 23 datë 17 mars 2025 për krijimin e Bankës Shqiptare të Zhvillimit, qeveria shqiptare ka vendosur më 19 qershor që kjo bankë të funksionojë si shoqëri aksionare, me Ministrinë e Financave si aksioneren e parë dhe zotëruese të shumicës së aksioneve. Ky vendim vjen pas një ndryshimi të befasishëm të përmbajtjes së projektit fillestar, vetëm 24 orë përpara miratimit në kuvend. Në versionin fillestar parashikohej që kjo bankë të ishte 100% në pronësi dhe administrim të shtetit, por papritur, ky përcaktim u zëvendësua me një formulim të ri që lejon përfshirjen e individëve dhe subjekteve private, si banka, kompani jo bankare dhe fonde investimesh, duke e transformuar kështu në një strukturë të tipit partneritet publik-privat. Ky ndryshim i minutës së fundit, që është bërë me ndërhyrje të qarqeve të fuqishme jashtë qeverisë dhe me dakordsinë personale të kryeministrit Edi Rama, ngre dyshime të forta për ekzistencën e interesave të fshehta financiare, që nuk kanë lidhje me zhvillimin e ekonomisë shqiptare, por me ndërtimin e një banke me mision paralel dhe të kontrolluar nga jashtë. Sipas statutit, Banka Shqiptare e Zhvillimit do të ketë për objektiv mbështetjen e zhvillimit ekonomik e social përmes financimeve në sektorët e nënfinancuar, me fokus të ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, si dhe projektet infrastrukturore, por burimet të brendshme nga Ministria e Financave konfirmojnë se ndarja e aksioneve do të jetë 51% shteti dhe 49% privat, çka do të thotë se shteti ka shumicën teknike, por jo kontrollin real të linjave të biznesit. Aktorët privat që kanë shfaqur interes për të marrë 49% të aksioneve, sipas informacioneve të siguruara nga pamfleti, janë grupet financiare mafioze nga Turqia dhe vendet arabe, të cilat prej kohësh janë favorizuar nga babloku me leje ndërtimi, pasuri publike, zona të lira ekonomike dhe tendera me vlera miliona euro. Kjo skem nuk është e re. Pjesa më e madhe e këtyre grupeve janë të lidhura me rrjetet më të mëdha, rus, kinez, serb, hungarez, malazez dhe bielorus, që kanë deportuar në ekonominë shqiptare përmes koncesioneve, privatizimeve dhe investimeve të mëdha, me një prapavi që nuk është gjithmonë e pastruar. Veçanërisht, shqetësues është fakti se funksionet e kësaj banke përfshin edhe grumbullimin e depozitave nga qytetarët dhe bizneset, dhe dhënien e kredive në këmbim të kolateraleve, që mund të jenë deri në 3 herë më të larta se shuma e kredis. Por në rast falimentimi, garancia për depozituesit është deri në 2.5 milion lekë të reja, duke krijuar një skem të ngjashme me firmat piramidale të viteve 90, ku individët humnin kursimet e jetës. Për të shmangur përgjegjësinë direkte të bankës përballë qytetarëve, është futur në skem Posta Shqiptare, e cila shërben si ndërmjetës për grumbullimin dhe menaxhimin e depozitave, një manovër që synon të mbulojë riskun e falimentimit të qëllimshëm, duke ndarë përgjegjësinë dhe duke zhvendosur goditjen tek strukturat e pafuqishme për të mbrojtur interesat e qytetarëve. Me fjalë të tjera, e gjithë kjo ndodh ndërkohë që sipas ligjit të miratuar, Banka Shqiptare e Zhvillimit është e përjashtuar nga zbatimi i ligjeve që rregullojnë veprimtarinë e bankave të tjera, çka i jep asaj statusin e një entiteti paraligjor me fuqi të pakontrollueshme. Me fjalë të tjera, kemi të bëjmë me një krijim zyrtar të një strukture të ngjashme me firmat piramidale, të mbështetur me ligj dhe të justifikuar si zhvillim ekonomik, në këtë skem të ndërtuar me precizion për të thithur depozita, për të favorizuar grupe të lidhura me pushtetin dhe për të siguruar garanci të njëanshme. Qeveria shqiptare po e shet rrezikun si mundësi, ndërsa qytetarët dhe bizneset do të mbeten edhe një herë viktima e një aventure që mund të përfundojë në kolaps financiar të paralajmëruar.